Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu xhalla wa ala falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu xhalla wa ala edhe me disa sharime dhe shtylime që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me angazhimin e tij, me punën e tij dhe gjithë ato që ndodhi me të dhe shokët e tij gjatë rrugtimit të tyre për ta kumtuar dhe për ta përcjell mesazhin e Allahu xhalla wa ala. Kemi thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Ebu Talibit dhe pas vdekjes së gruas së tij Khadijës, filloi që të vështirësohet gjendja e tij në Mekë. Veçanërisht me vdekjen e Ebu Talibit, kurajtë e Mekës morën guxim që edhe tashmë fizikisht dhe personalisht të sulmojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe refuzimi dhe kundërshtimi i ndaj shpalljes nga ana kurajshëve filloi të merr me të vërtetë një formë agresive, më të dhunshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mundua që t'i hap rrugë për hapjes së shpalljes, qoftë duke dalë jashtë nga Mekja. Dhe kemi thënë se ka përzgjedh Taifin, një qytet afër Mekës, dhe kemi treguar arsyet pse e ka përzgjedh Taifin. Po në Taif nuk u prit sikur që është dashur të pritet, sikur që ishin zakonet dhe adetet, por në të kundërtën. Krahas që refuzuan dhe dëbuan, ky dëbim dhe ky refuzim u shoqërua edhe me sulm fizik, ku si pasojë e kësaj kemi përmendur se u përgjak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u dëbua në mënyrën më të nënçmuar të mundshme. Mirë po, gjithë kjo nuk e zbrapsi pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe tashmë pejgamberi asim kur largua nga Taifi dhe u dëbua me një mënyrë nga Mekja, mbeti do të thotë mes këtyre dy vendeve. Mbeti mes këtyre dy vendeve e që ishte vështirë për të dhe ishte domthonë një situatë me të vërtetë çfarë do të bënte. Me të ishte Zeid ibn Haritha, sikur që tham, një nga shoqëruesit e njohur dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vendosi me u kthy prapë në Mekë. Edhe pse Zeidi çuditej si po kthehesh në Mekë kur ata të kanë dëbu, është problem me u kthy tash atje. Nga se ke dalë një herë, dhe tash kjo është një arsye shtojc për me të pengu me hy, ose me eshtu edhe më tepër ata sulmin ndaj teje. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur përmendin dietarët e biografisë, i tha Zeidit se Allahu xhallahu ala ka me ndihmu këtë fe. Dhe Zoti xhallahu ala ka me përhap përkundër kundërshtimit të tyre. Ja ktheu me një lloj optimizmi dhe me një lloj, do të thotë, mendimi të mirë për Zotin se përkundër kësaj që po ndodh, bindja ime është se kam me ndru situata për të mirë. Kishte dy mënyra me hy në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mënyra e parë ishte me hy fshehur azi, e pastaj me prit çfarë do të bëhej, kur ata e kuptojnë se është kthy pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe kjo ishte një hyrje e njeriu që është i dopt, i pakrah, e që kjo mund të kishte padyshim edhe reflektime negative dhe një guxim shtojc kurajshëm me sulmu edhe më tepër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se s'ki krah, edhe në Mekë me një shtëpi tona do të me i fshehur azi. Dhe ishte mundësia e dytë e që e përdori pejgamberi alayhi salatu wasallam, me kërku mbrojtjen e ndonjë fisi dhe që në njën e mbrojtjes së tyre me u fut në Mekë. Arabët e kanë pas traditë që njeriu që është i dopt dhe njeriu që është i pakrah në shenjë nderë, në shenjë bujarie dhe fisnikrie,
me i dal krah ati njeri, me i dal krah njeri dopt. Dhe në qofë se ky njeri pastaj ka pas probleme me ndokend, barën e problemet e tij e ka marrë përsi për kush? Fisi i caktuar, që e ka marrë përsi me mbrojt. Dhe kjo në aspekt ka qenë me të vërtetë një traditë fisnike, por në anën tjetër, jo rrallëherë kanë marrë në mbrojtje kriminal, njerëz që kanë ikë për shkak të vrasjes, kanë ikë për shkak të ndonjë krimi që kanë bërë, dhe ka fis i madh e ka marrë mbrojtje. E pastaj nuk kanë pas mundësi, domethënë me as me gjyku, as nuk kanë pas mundësi me dënu, as asgjë, për shkak se është dashme krejt atë kabile që ka marrë në mbrojtje me luftu me ta. Për këtë arsye dhe pejgamberi më vonë ka thënë: "Men awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in." Kush e strahan një kriminal, një që ka bu keq, e strahan dhe mshef dhe mbron, Allahu xhallahu ala mallkoft atë me lajke dhe gjithë njerëzit përgjithësi. Gjasë kaq ka qenë kjo e rënjuar se traditë është dashur me një kërcënim kaq të madh për me rënë këtë traditë të mrapsht që ka qenë në atë kohë. E pse thash shpesh herë ka funksionuar pozitivisht, por edhe jo rrallëherë ka funksionuar negativisht. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinte këtë traditë sa ka ndikim tek arabët, dhe sa është më rëndësishme kjo, dhe sa është e mundshme që t'i kryen punë Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj dërgoi tek një fis që ishte nga fiset e njohura, mirë po ata u arsyetuan se kanë aleancë dhe marrëveshje me Kurejshet, dhe sipas standardeve të zakoneve të asaj kohe, nëse një fis ka aleancë me Kurejshet, nuk bën me marrë në mbrojtje dikën kundër Kurejshve, sikurse në këtë rast Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kërkojnë nga Suhejl ibn Amr që më vonë me të e nënshkrau marrëveshjen e Hudejbjes, kërkojnë nga ai që ai më marr mbrojtje. Mirë po edhe ai u arsyetua duke thënë se nuk na takon neve në marrë në mbrojtje ndokën kundër Kurejshve, arsyet e tyre, dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi të thotë mbrojtjen e Mut'im ibn Adi, ka qenë prej fisnikëve të Mekës, njerëz me ndikim, dhe kërkoi prej tij që ai më marrë në mbrojtje. Dhe përmes tij ti mundsohet hyrja pejgamberit në Mekë. E ky njeri mori përsipër, tha: "Po, unë do të mbroj ty." Dhe bëri këtë për shkak se e ndinte veten bërshti ndaj Ebu Talibit. Ebu Talibi njëri i madh me ndikim, kishte vdek tash, dhe tash një piti me mbeti pa mbrojtje, do të thotë karakteri i tij si njeri nuk e bante këtë. E dinte se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të kishte mundësi me usulmon Mekë. Para mendoni, dhe kur ia dha fjalën se ka me të mbrojt, e mblodhi fisën e tij dhe djemtë e tij dhe i tha: "Merrni armët, në armatosuni me shpatat edhe armët asaj kohe, nga se unë e kam marrë në mbrojtje Muhamedit dhe duhet me i aliu më u fut në qabe." Andaj u armatosën, u mobilizuan dhe shkuan tek qabeja. Pastaj e lajmëroi pejgamberin thëmë se mundesh me ardhë në Mekë, mundesh me u kthy nga udhëtimi në Taif që ishte. Hyri pejgamberi në qabe, ndërsa përreth Mekës, përreth qabës, don Kurajsh të Mekës, Abu Jahli, Abu Lehebi dhe ata kundërshtarët e rrap të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëri tavaf rreth qabës, i fali 2 rekate dhe shkoi në shtëpinë e tij në mbrojtjen e këtij njeri. E përderisa këtu i bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mut'im ibn Adi, ky njeri nga fisnikët e Mekës, i u drejtua Kurajshit të Mekës dhe u tha: "Muhamedit unë e kam marrë mbrojtje. Nëse dikush e prej katë, më ka prek mua dhe fisin tim. Prandaj keni kujdes." Ebu Jahli i dinte zakonet, e dinte traditën, çfarë do të thonte dikush me marrë mbrojtje, tash është problem me sulmu. E i tha: "A je mbrojtës i ti apo je pasues i ti? Do nëse je bu musliman, s'ta ngjejmë mbrojtjen atë. Nëse je bu musliman, nuk e ngjejmë. Do të thonë je në luftë me neve. Ama nëse je mbrojtës, edhe na jemi mbrojtës atij që ti e ke marrë mbrojtje. Do të nuk e kanë ndërmend me i prish raportet me ty për një mbrojtje, po e bëjmë kabull. Ama nëse s'je bu musliman, unë jam mbrojtës i ti, jo pasues i ti." E kur e kuptoi Abu Jahli se
nuk është pasu se ka pranuar Islamin, u shliru. E për një mbrojtje që ka u kthy pejgamberi sa nuk e boni të madhe dhe u kthye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë i sigurt pa prek askush. Dhe pas saj pejgamberi sa vazhdoi të ndërlozë thirrjen, por tash me disa ndryshime ku mundohej që sa ma i qetë të ishte dhe sa ma rrallë të binte në konfrontim dhe në ballafaqim me Kurajsht e Mekës. Do të përpara bënte thirrje, u dilte përpara, i ftante dhe ata Sulmanin ai bënte sabër edhe shokët e tij. E kësaj rrallë kur vjen nga Taifi, po thua se përgatitej pejgamberi për diçka caktuar. Dhe i ekte sa më tepër, do të thotë edhe takime ndoshta të ballë për ballshme me Kurajsht e Mekës dhe munduaj që tash kësaj radhe të qaset Kurajsht në mënyrë pak më ndryshe dhe duke u përpjekë që të bënte aleanca të brendshme, duke shfrytzuar hapësirën dhe mundësinë që i jepte zakoni asaj kohe. Kam pasur zakonet atë kohë. Mundoj që me i shfrytzuar ato që realisht me e gjetë një mbrojtje për misionin e për shpallën e tij, sepse tashmë veç fillojnë përgatitjet për një ndryshim të madh dhe rrënjësor në thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillojnë përgatitjet fillestare dhe shenjat fillestare se duhet me ershu Mekën përfundimisht. Nuk ka hapësirë më për më bë, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatitej për të shpërngul nga Mekëja në Medinë, dhe kjo është pastaj ngjarje tjetër dhe pasuan disa ngjarje interesante sikurse Israja dhe Miraxhi e të tjera të cilat realisht ishin një lloj përgatitje dhe përkrahje drejt për drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se tashmë nuk ka nevojë me kërku mbrojtje në askujt, kena me të mbrojtë në mënyrë ndryshe. Dhe ajo ndryshe ishte me gjetë një vend ku tashmë themelonte një shoqëni ku nuk do të kishte nevojë me kërku leje me u fut aty, por do të ishte ai udhëheci aty vani. Kjo është temë tjetër pastaj që do të vazhdojmë inshallah të ardhmen të flasim për ta. Mirë, po du munon të disa dobi që kanë me këtë pjesë që falem për ta. Të ndërlozër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha këto që kurse kemi përmend sakrifica dhe gjitha këto probleme i kishte nga se nuk pranonte kompromise dhe marrëveshje që i ja ofronin Kurajsht e Mekës. Ai ka pasur mundësi domthonjë që tërë këto probleme me i evitu, apo me koni sigurt, me hy lërshën Mekë dhe me dal, ka pasur mundësi që të ketë edhe një lloj pozite në Mekë, gjitha këto përballë çkafit, përballë një marrëveshje që e refuzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo pse ishte kundër marrëveshjeve, ose e dim se pejgamberi ka bërë marrëveshje sikur është Hudejbia në disa pika shumë të disfavorshme, të papërshtatshme për ta dhe për muslimanët. Mirë po, Hudejbia nuk prekte themelët e besimit. Prekte nështë ta muslimanët, nështë ti si individ dëmtohesh, apo kjo përballohet, përballë interesave madhore. Mirë po, kur marrëveshja është një kompromis në llogaritë besimit, në llogaritë fesë, atëherë kjo është e papranueshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të sikurse ishte ajo oferta që një vit na po adhurojmë Zotin tënd sipas asaj që ti po don, e një vit ti adhuron Zotin ton sipas asaj që na po dojmë. Kjo është kompromis i papranueshëm, qysh me u kthy në idhitari. Andaj pranoj do të thotë që të vazhdonte dhuna kundër tij dhe ky agresion dhe kjo padrejti, me po të mbetet domthon besnik parimeve të tij. Për këtë arsye të ndonjëherë kemi thënë disa herë se ka në fenë tonë lehtësime të shumta dhe ka mundësi që njeriu me të vërtetë i përdor këto lehtësime për me i lehtësu vetes tij. Mirë po, nuk duhet to lehtësime me qenë në llogaritë fesë të tij. Nuk duhet to lehtësime me qenë, domethënë, nga tekët e tij, por duhen të jenë lehtësime të legjitimuara nga njerëz të dikshëm. Njëherë dikush për shembull vije në vështirësi të caktuar edhe thotë kjo për shembull, nëse nuk e bëj këtë shkelje, nëse nuk e bëj këtë ndalesë, më hub puna, ose më hub kjo, ose më ndodh kjo. Dhe feja është lehtësim, Zoti nuk ngarkon për të mundësive tua dhe
e merr të drejtën që me ia lehtësu vetes së tij përballë një shkelje ose 2 ose 3 ose kështu me radhë. Ne i themi që ka lehtësim është vërtet, por kush ta ka legjitimuar lehtësimin? Kjo është më rëndësi. Prandaj Allahu xhallahu ala i dërgoi qartas pejgamberit e se kësaj radhe s'ka lehtësim për këtë punë. Dhe zbriti kul ja ayyuhal kafirun. Surën Kafirun ka zbritur Allahu xhallahu për treguar se marrëveshja që këta po ta afrojnë përballë që të pushojnë, domthonë gjithë ato presione ato dhuna është e papranueshme. Kësaj radhe s'ki mundësi me marrë lehtësim, apo? Dhe këtu është më rëndësishme të kuptuar se ka lehtësime sa duhet. Sikur se tar për shembull është afruar agjerimi, domthonë edhe 2 ditë jemi agjerueshëm inshallah. Është dhe ka lehtësime të shumta për mos agjeru për njerëz. Mirë, po ata që mendojnë se nuk e kanë obligim agjerimin, duhet me e legjitimu këtë lehtësim të njerëz të dikshëm, jo me marrë vetë iniciativa. Vallone po lodhna, vallone po ligna, vallone kam punë në ron, vallone më smut. Në rregull, ka lehtësime, shumë ka lehtësime. Ka lehtësuar Allahu xhallahu ala shumë, nuk ngarkon Allah askën. Mirë, po kush të ka thonë se ky lehtësim takon ty? Nga njerë duhet me thonë një lloj sakrifici mundi, s'ki çare. Ka pak lodhe, mirë, po ti nuk je që duhesh me për nuk ka lehtësime kështu më radh. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa mundësi me pas lehtësime. Mirë, po këto lehtësime ishin në llogaritë besimit, prandaj nuk i takon të me i marr ato. Edhe ti dhonë edhe kush do qoftë, ka lehtësime, po ai ti ai që duhesh me përfitu për ty apo jo, këto duhet me shikuar me standardet e fesë, jo me standardet e mia ose tua që valla mu ma ka marr mendja. S'ka këtu ma ka marr mendja. Ka rregulla, janë përcaktuara shumë në mënyrë precise dhe saktë rregullat se kur mundesh me i shfrytzu lehtësimet e kur nuk takojnë lehtësimet e kështu me radhë. E dyta që marrim nga kjo është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kësaj radhe e ndroi pak strategjinë e trajtimit të Kurajshve. Para kësaj nuk pat nevojë. E kishte Abu Talibin dhe ai mirë me Kurajsht. Mirë, po kur nuk është Abu Talibi mu, çfarë më bëu dorzu? Jo. Pejgamberi sa tashmë kërkonte mënyra të tjera që me mbrojt veten, por jo veten e tij personalisht, por me mbrojt veten e tij si pejgamberi i Allahut, jo si Muhammed. Si pejgamberi i Allahut që të përshapej dhe të mundsoj zhvillimi i shpallës së, domthon që erdhi me të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E çfarë nuk kupton kjo? Ndodh që nga njerë për shembull, ndonjë mundësi që deri dje, ndonjë rrugë që deri dje përmes saj ndoshta ke mujt me kry punë caktuara, ndonjë projekt caktuar, ndonjë punë caktuar, ke mujt me kry punë. Ajo është mbyll. Tash mundësia përmes saj nuk mundet me shkuar, është mbyllë. Çfarë bën muslimani? Dorëzohet, jo, kërkon rrugë tjera, prap legjitime, prap rrugë domthonjë që janë të drejta, janë të mira. Mirë, po kërkon ka rrugë tjera, nuk dorëzoj. Për shembull, e kena provu kështu s'po bën, e ndaluam edhe tash mbetet i dorëzuar dhe i gjënzuar. Nuk ka kështu. Pejgamberi nuk tha se ka Abu Talibin, s'kush më mbrojt mu tash unë veç duhet me ikje mu mshef dikon se s'm ka mbet me dalë para Kurajshve. Nuk tha kështu. Kërkoj tjera opsione. Prandaj duhet gjithë me gjithë alternativa. Gjithmonë duhet me gjetë opsione tjera. Ekzistojnë ato. Lypi ti, kërkoj. Nëse nuk bën kësaj rruge, kërkon, ndoshta bën kësaj rruge. Nuk bën përmes ti njëri, ndoshta bën përmes ti njëri. Por kërkon. Si ka për shembull edhe në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi nga ky fes nuk u bën, nga ky fes nuk u bën, ani te ky bën. Duhet me gjetë dikush, ekziston dikush që përmes ti mundesh me hap rrugën e mes përpara apo. Ai nuk duhet të dorëzoj njëri. Nuk duhet muslimani mu dorëzoj kur është barës i një çështje të drejtë. Kur e ka pa drejtë, e shesë s'pres, du të më naltë, mos me vazhdu pa drejtësinë. Kur e kupton se është pa drejtësi, po du më thonë, jo me tentu pa drejtësisht me gjetë mënyra që e shtyjnë përpara pa drejtësinë. Mirë, po kur e ki drejtë, kur takon ty, po ka dalë një individ i caktuar, grupi i caktuar njerëz, po të pengojnë drejtësinë tënde, kërko rrugë tjera dhe vazhdo me tutje. Plus asaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikon çfarë mënyre kërkoi alternativa, në atë mençura. E njohu mirë zakonin dhe traditën e arabëve. Ne kanë ndosur të ndërruar vëllezër që ndoshta një punë caktuar bën me bë, lejohet edhe me ligj me bë. Po çka ndodh? Dikur gjë s'bën valla. Jo s'lejohet kjo. Po ti qyra po lejohet.
vetë ato që është ekspert, shfrytëzoj mundësi që t'i jap vetë ligji atij veni, t'i jap mundësitë vetë mundësia atij veni, këshire mundësitë. Mos dorëzo paraprakisht ose me paragjyku. Se ka mundësi nga njëre për shembull, ligji të lejon shumë sa nëse musliman. Po ka personi që caktuar ato që ka qellu, ai thotë s'bën. Ai nuk ka ligj, ai nuk është ai që vendos. Mirë po, nëse pozita dhe mundësia që ka të jap përshtypjen që nuk mund të deportohet për te kësaj dere. Po më kërku muslimani. Njëri më kërku drejtën e tij, duke njohur ose duke konsultuar njerëz që janë eksperta, që njerëz domosdoshmë njohës të kësaj lamie, se a thu vallë, a për një moment nuk më lejohet, apo këtiu ka tek s'po më lejohet. Dhe shpesh e shohim që ju ka tek dikujt, shumë më tepër se që realisht me kushtetutë ose me ligj ose me rregullat aty vani të ndalohet një veprim i këtillë. Andaj njohja e rregullave, njohja e traditës, njohja e zakonit, njohja e mundësive është padyshim një anë e rëndësishme që ne e mësojmë nga jeta dhe nga kjo ngjarje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e treta ndërmjet është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshon të kësaj radhe me tregu kurrë të Mekës që nuk kam met pa krahun apo. Në kam fakti që unë s'po du më reagu, fakti që unë nuk po du më ballafaqim me juve është çështje e imja. Mirë po me dasht unë gjej aleat që realisht ju tregoj se jam i fortë apo. Prandaj besimtari durimi i tij dhe vetëpërmbajtja e tij nuk nënkupton detyrimisht edhe pa mundësinë e tij me bëu kurrë. Jo. Ka mundësi me bëu. Nuk është i dobët. Mirë po, rrethanat e kërkojnë që të jetë i urtë dhe i matë për shkak se mund të ketë dëm më të madh se dobi. Jo që s'ka mundësi me bëu bashkë kurrë apo. Si ku më thon pejgamberi ka pa mundësi me bëu në Mekë shumë. Spaku i kish dëmtu bajë shumë kurrë të Mekës. Mjafton që ka pasur Omerin me vete, Hamzën me vete, po ka pasur nga fisë arabe për krahje si njëri i mirë, që kishte pasur mundësi me ta me bëu aleanca. Të mjaftueshme për me i godit korresht, ka pasur mundësi me bëu luftë me ta. Prandaj ju tregojnë edhe kohë pas kohë se unë nuk jam çaq i dopt, saqë ju më marr hov ndaj meje. Mirë po, durimi jam është pjesë e urtësisë dhe pjesë e maturisë, jo pjesë e frikës. Prandaj nuk duhet besimtari me tregu se durimi i tij është pjesë e frikës së tij. Por duhet me tregu se durimi i tij është pjesë e maturisë së tij dhe urtësisë së tij. Dhe ka dallim kur durimi është pjesë e frikës dhe tërheqjes dhe ikjes, dhe kur është pjesë e maturisë dhe e urtësisë. Andaj ju tregoj pejgamberi me këtë hyrje krenare në Mekë, ju tregoj se durimi jam dhe refuzimi i ballafaqimit me juve është pjesë e urtësisë, është pjesë e maturisë, është pjesë e kujdesit tim që mos bëhet dëm i madh. Përndryshe, nuk ua kam frikën as nuk po iku pe juve. Ja prapë u ktheva ato. Dhe kjo është mësim i madh që ua tregoj pejgamberin Kurajsh kur u kthye krenar në Mekë në mbrojtjen e Mutaim ibn Adi që e cekën përpara. Dhe fundi që do të më sek për ta, është nga dobit e rëndësishme është ky njeri mbrojti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo mirë po ky është se Abu Talibi, njëri i mirë, i drejtë, por nuk besoi në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe vdeq ky njeri. Kur ndodhi lufta e Bedrit, mas disa viteve nga kjo ngjarje, e dini se pejgamberi ka zënë rob nga Kurajshët në Bedr. Do të vjen koha inshallah me vol për Bedrin. Dhe këta Kurajsh që e dhuronin pejgamberin, ai sa më tregojshin mendje madh, tashmë ishin në pranga, në nënçmuar për buzën. Do të thotë nën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë tha pejgamberi? Tha të kishte me qenë gjallë Mutaim ibn Adi, ky që e kanë imu. Apo dhe me kërku prej me ilshu këta shkret, kisha me respektu kërkesën e tij. Nuk ke këta rop luftë, jo me na luftu, jo me na sulmu, ose Bedri është Medinë, nuk ka Mekë. Ata pe Mekë jo me na sulmu neve ka. Por ai njeri me pali pe me ilshu këta me ju këti kisha për shkaktin apo. Për me ja kthy të mirën që ja ka u pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çka kupton pe kësaj? Kuptojmë se pejgamberi ishte njëri besnik. Ishte besnik me plot kuptim e fjalës. E nga besnikëria e tij është se nuk e harron të mirën e askujt. Kushdo që i ka bëu mirë, qoftë edhe
nga ata që s'kanë besuar te, pejgamberi nuk e harronte. Andaj nuk duhet më marrë të mirat veç atij që është si të njëjtë. Nëse beson se ti musliman, ai që s'është musliman, po të ka bën mirë, më e harron, nuk bën. Kur do të thotë që të ka bën mirë? Kur do të thotë që të ka gjin? Nuk bën kur më i harruar. Andaj në momentin kur ndoshta tash mos je i varfër që s'ke qenë, nuk je i dob që s'ke qenë, nuk je ndoshta në robni që s'ke qenë, tash i ki punë pak më ndryshe, duhet me gjetë mënyra që me qenë mirënjohës. Besimtari është mirënjohës, nuk është mohues. Andaj shikoj çfarë mirësie ishte në gjendje me bo pejgamberin për këtë njeri, për shkak të një mirë që ka bërë, kur se harroj. E majtin mend mas shumë viteve. Dhe në situatë shumë kritike. Ka se nuk është lehtë me lëshu rrobat e luftës. Kuptojmë pa përfituar asgjë. Pa asnjë kompenzim, veç një kërkesë. Ky më thon, që ky njeri më thon unë e kisha nguar. Për më tregu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte mirënjohës dhe ishte padyshim nga ata që nuk harruan mirësitë e çdo kujt që ju gjend në rrugën e shpallës dhe në rrugën e kumtimit të asaj që Allah xhallahu e ngarkoi me të. Ne ne duhet me qenë të tillë të ndëruar. Kurrë që të ka bëu mirë, atë ka mësuar diçka, atë ka udhëzuar për diçka, atë ka gjenë situata ndoshta të vështira kur si ke pas punë mirë, ose ke pas punë mirë, por ka qenë situata caktuar ku ke pasur për kraj për ndihmë. Nga besnikëria e muslimanit, nga besnikëria e tij dhe fisnikëria e tij është se nuk e harron këtë mirë kurr. Madje mundohet me e kthy shumë fesh më mirë se që dikush i ka bëu mirë atij apo. Sikur që ishte tradita e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur dikujt i merrte borxh pejgamberit sa nga se ka qenë njëri edhe i merrte borxh dikujt. Ishte besnik në kthimin e borxhit. E kthente në kohë, mirë po kur e kthente e shpërblente atij që atë që i ka dhënë borxh. Do të thotë, nëse ai që ti e borxh kërkon shpërblim shtojc, nuk bën më dhon, se kjo është kamat. Mirë, po ai nuk kërkon asgjë. As nuk e ka synu këtë, të ka bëu mirë. Të ka dhënë borxh, pejgamberi kur e kthente borxhin, dhe kjo është borxhet, kjo është dhuratë për ty që më ke bëu mirë atë. Apo, nga se sasia e borxhit hakut, unë s'po bëj mirë që po ta kthej. Ti më ke bëu mirë kur më ke dhënë, a mund kur po ta kthej, dikush e përmend e po ta kum kthy borxhin. Po ti ke pas bash me kthy borxhin, ai obligim të përmendet. E çka ke bëu ti pastaj për këtë mirë? Ai të ka dhënë borxh kurse ka pas borxh me ti borxh. Po, do ai të ka bëu mirë. E tash ti e kthen të mirën qysh ti ja kthy borxhin ai? Ja. E kthen borxhin për kësaj, kjo është obligative. S'bën me kon kështu obligativ. Jo, e kthen borxhin në rregull, elhamdullah, kjo është mirësi. Mirë, po besnikëria e pejgamberit është e tillë që shpërblen të atë që i jep të borxhin. Madje, a mos flasim për punë tjera, si e kthen të pejgamberit sa mirësinë me mirësi apo. Prandaj tha Aisha radhiyallahu anha në një rast, "Men sana alakum ma'rufan fakafi'uh." Kush ju bën mirë, shpërblejeni. Të ka bën mirë, çka do të thotë ka bën mirë? Ja ke pa harin, shpërbleje. Aisha tha, "Fa in lam najid bima nukafi'uhu ya Rasulullah." Nëse s'kemë çka më kthy s'kam, as hedije mi dhona, s'kam kur që mi dhon. Tha atëherë thuni, "Qulu lahu jazakallahu khairan." Thuaj Allahu të shpëlbej me të mira. Apo bëni dua atë për ta. S'ki me çka më shpërbly, s'ki me çka më ja kompenzu, s'ki me çka domon me e kthy të mirë në aspektin material, në asgjë s'ki mundsi as me ja kthy me autoritet nëse s'ki çka minimum aty se ka autoritet ka ndikim, s'ki me çka më ja kthy, s'pa ku bë dua për to. Duke thënë Allahu të shpëlbej me të. Mirë, për rëndësishme është që mos më harru të mirë në kërkuj. Çka më rëndësi? Besnikëria është pjesë përbërëse e karakterit, e moralit, e edukatës e besimtarit nuk harron. Kush do të qoftë që ka bë mirë atë? Kur do të qoftë që i ka bë mirë. Prandaj kjo është mësim që e marrim nga ky veprim që e bëri Mutim ibn Adi ndaj pejgamberit sa dhe pejgamberi nuk e harroi këtë mirësi asnjëherë. Andaj të ndërrozo sikur se kemi thënë tek Abu Talibi, edhe këtu mund të themi se ka njerëz të mirë, ka njerëz që janë besnik, edhe nëse nuk janë besimtar si duhet, nuk janë musliman, mund të jenë mëkatar, mund të jenë njerëz që kanë gjunat e tyre, ama mund të ketë njerëz që kanë karakter, kanë dignitet. Pra duhet që mos më paraqitoj njerëzit, duhet që mos më akuzo njerëzit për shkak të mëkatit të caktuar, ose mos më përjashtoj njerëzit. Pastaj mund të ketë mëkat, mund të ketë shëmir, po mund të ketë me të vërtetë dignitet, mund të ketë karakter, mund të ketë njerëzi. Nganjëherë është edhe më shumë se disa që i bëjnë dhe ibadete, po fatkeqësisht
nuk kanë moral, nuk kanë njerëzi, nuk kanë karakter, nuk kanë besnikëri, e që fatkeqësisht jam me kuptuar se s'kan ndiku ta as imani, as namazi, as asgjë, nga ajo që duhet më ndiku. Prandaj këta njerëz që kanë karakter, kanë moral, duhet më kujdes për ta. Nga se njerëz të tillë, vallahi kanë shenja të shumta se let mund të më uzu të Zoti xhallahu ala për shkak se kanë para përgatitje, por duhet dikush që i rrin gati, dikush që sillet me ta mirë ose i bind, nga sa ata në përgatitje njerëzore janë të gatshëm me e marr udhëzimin e Allahu xhallahu ala sikurse duhet, andaj duhet më kujdes për çdo kënd, por veçanërisht për njerëz të tillë që janë të përgatitur moralisht dhe kanë përgatitje edukative njerëzore me e pranu udhëzimin e Allahu xhallahu xhelaluhu. Këto janë disa udhëzime që do të patë mundësi me i thonë lidhe me këtë çështje, dhe sikur që dini duke pas parasysh që tashmë që po hym në muajin Ramazan, derset e biografisë pejgamberit përfundojnë, po mendoj deri pas Ramazanit, dhe nëse ne vazhdojmë në Ramazan me derse sabat që zakonisht mund të martëve, tajtëve, dhe tash në Ramazan i shtohet dita e diellë, do sikur se kemi pas traditë vazhdimisht 3 herë në javë, vazhdojmë inshallah me disa tema tjera të rëndësishme që inshallah besoj të kanë me na bëu dobi gjatë muajit Ramazan. Lutë Allahu xhallahu ala që na lehtëson agjërimin, punët e mira. Lutë Allahu xhallahu ala që të i kënaqur me neve në angazhime dhe përpjekjet tona në Ramazan, dhe shpresoj që gjendja jonë të ndryshon për të mirë në muajin Ramazan, edhe në raport me Zotin, po edhe në raport me vetë. Zoti ju shpërblef për vëmendjen, për sabrin dhe gjithë ato që keni treguar deri më tani me përsëri të mësime. E Allah na mësoj që jemi pasues dhe ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë dunja dhe nesër në ahiret jemi bashkë me të në xhennet. Allah shpëleft, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.